4. Braçi sërish është një protagonist shumë fantastik i kësaj ngjarje. Ka tentuar të mbajë flamurin e mendimit ndryshe, por duket ja ka marrë Europali stafetën? Jo, Braçi është vaksina më e jashtëzakonshme që ekziston për Partinë Socialiste. E ka ndërtuar atë profil, sigurisht ka qenë vullneti i tij ta ndërtojë, edhe le themi aftësia e tij politike, stofa e tij politike që ta ndërtojë. Por fakti është gjithashtu që ai është lejuar të ekzistojë ashtu si pasojë një loje që e kanë vaksinuar njëri tjetrin. Braçi e çon lojën deri aty ku nuk cënon në themel Partinë Socialiste. Dhe din shumë mirë se kush është vija e kuqe. Dhe kryetari i PS-s, Rama, çfarë bën? E lejon Braçën të ekzistojë dhe në çdo moment e ka atë një alibi të jashtëzakonshme për të thënë që doni thoni gjëra, Jaku është një shembull i jashtëzakonshëm si Erion Braçe, që këtë gjë e ka pas në stofën e vet politike dhe unë e kam në stofën time politike që të lënë një si Braçe. Ndërkohë që sigurisht ky momentum i tjetër është një momentum i cili i jep një show popullit shqiptar që të marrë frymë a thua njësoj me narrativën e opozitës, po ndodhi një gjë e madhe në Partinë Socialiste, por gjëja më e madhe që po ndodh është asgjëja e jashtëzakonshme në pamundësinë për të ndryshuar ndonjë gjë në Partinë Socialiste. Pse? Sepse pushteti që ka Partia Socialiste me Edi Ramën sot është një pushtet që do kërkonte kontroll si nga brenda dhe nga jashtë.